Bara kufomës së faraonit. Në muzeun kombëtar në Kairo gjendet trupi i të ashtu quajturit faraon, që shtypi, tiranizoi, mëkatoi dhe e kaloi cakun, u kundërvu dhe dhunoi. Popullit të tij i bërtiti: "Unë jam Zoti juaj më i lartë", ndërsa masës i thiri: "Nuk di për ju tjetër hyjni veç meje." Kufoma e tij është e palëvizshme, e molepsur sa kaq në mend, më vjen fjala e Allahut, të vetmit, triumfuesit. Sot, po shpëtojmë ty, o faraon, trupin tënd, që të mbetesh argument për atë që vjen pas teje. Në mendje më vërtitet fatkeqësia që e pret njeriu, atë ditë kur e harron Zotin e tij, i bën zullum vetes së tij, i ka përcen kufijtë e vetë dhe del për te etapës së tij, siç është vdekja dhe përfundimi i tij. Teksa qëndron mbi kufomën e tij, ren skeletin e tij kockë lëkur, fytyrën e tij të ngërdheshur, dhëmbët e tij të dal, kafkën e tij të dëmtuar, të vetëm, pjedikat, pas një lloj dominimi, të zhveshur nga çdo lloj potence, të privuar nga çdo mirësi, të ekspozuar para syve të njerëzve, historisë. Teksa e sheh kufomën e tij, lexon dhe jetë shkrimin e tij, e vëren atë në një sanduk prej xhami, pa shtet, pa pushtet, pa fuqi e pa katandi, pa kuror e pa purtek, pa ushtar e pa ndihmëtar. Musa i thoshte: "Thuaj la ilaha illallah, nuk hyni veç Allahut." Por ky njeri i përçmuar thoshte: "Unë jam Zoti." Musa i thoshte: "Zoti im dhe i yti është i vetmi, i pashoq, i lartë madhëruari." E ai thoshte: "Nuk di për ju tjetër hyjni veç meje." I marri faraon, sundoi një copë të tokës, të cilën e tiranizoi duke thënë: "As është sundimi i Egjiptit imi, edhe këto lumenj që vërshojnë për poshtë meje." Por Allahu ja vërshoi ujërat përsipër kokës. Kujtova faraonin se si mbytet në detë dhe pastaj hidhet në rër, si një bretkose ngordhur, si nuk mendoi matufi rreth universit, si nuk i vështroi qiejt dhe tokën, si nuk i dëshmoi orbitat dhe trupat qiellor, si nuk e pa diellin dhe hënën, a nuk e gjeti për sosmërinë hyjnore të shkruar tek yjet e shndritshëm, malet e thepisur, detet vezullues, erërat rrazuese, lumenjt e vrrullshëm dhe frutat e pjekura. A nuk e gjeti të shkruar në të gjitha këto? Shpati që anuloi logjikën, fshiu vetë dijen dhe shkeli me të dy këmbët mbi mendjen e tij. Pse nuk u ul me unin e tij, të meditonte gjatë dhe të mësonte se ai s'është i denjë për Zot, se ai kurse si nuk është i denjë për hyjni. Pasi Zoti i lavdishëm është i gjallë, e s'vdes, i përhershëm, e s'duket, i panevojshëm, e s'varfërohet, i fuqishëm, e s'dobësohet, s'fle dhe s'ha, nuk ja ka nevojën njerëzve dhe s'është nën efektin e kohës. Ndërsa ti, o faraon, si e veçse një njeri, një krijesë ngratë, që vdes ashtu si çdo njeri, dhe ka puria si kurse i ka baktit, kotesha dhe fle si kurse macja dhe miu, ha dhe shko në PC. Nëse do ishte faraoni që e krijoi universin, si e krijoi ai atë, kur dihet se universi ishte i krijuar miliona vite para ardhjes së faraonit? Nëse ishte ai që e ngriti qiellin, ku qe fuqia e tij ta mbronte nga deti të rrazuar? Shkatëruar qoftë ky dhunues, si e bëri dhe besoi gënjeshtrën e tij të madhe, se pas ka qenë ai që ka krijuar dhe skicuar universin, krijuar krijesat dhe sunduar qiellin dhe tokën. Mjeran, si i skenoi botës një teatër koti, të thatë, që shkurtazi obligonte që ai të adhurohej veç Allahut. A bën të adhurohet njeriu që është vetëm një copë mishi, skelet kockor, krijesë që mund të mbytet me një kafshat, që papiru i humbet shkëlqimi, gripi e ngushton, pa ushqim s'bën dot, e përhum gjumi, e mundon zhegu, e dëmton acari, e sulmon uria, e turbullon etja dhe e plogështon sëmundja. Si që nga Zot, si që nga hyjni, kush zanafil të tij ka lëngun e athët gjenital, kush në barkun e tij mbart fekale, dhe që përfundon në një kufom që kutërbon. Si të jetë Zoti ai që qënë, hidërohet, brengoset, goksin, të shtin, hutohet, harrohet, mërzitet, vreroset, xhelozon, qurroset, urinon, shkon në banjo dhe ejakulon. Jo, i kthielli s'është vetëm një njeri, krijesë ngratë, mjerane, e brisht, nevojtare, meskine. Ai nuk mund të jetë kurse si Zot, pasi Zoti është i fuqishëm, i panevojshëm, triumfues, mbikëqyrës i përhershëm, i përjetshëm, bërës i gjithë sa dëshiron, i vetmi, Samedi. Ai
te cilit njeriu i drejtohet kur është në hall. As ka lindur kë, as nuk është i lindur, dhe as nuk ka të ngjashëm. Teksa e sheh faraonin dhe zemra më jehoi, la ilahe illallah, nuk ka hyni veç Allahut, përjetësia, përhershmëria, madhështia, dominimet dhe fuqit i takojnë Allahut. E shikon fytyrën e rrudhur të faraonit dhe zemra foli. Mjeran je o i të nduar, i shkatruar je o smirëzi, i mallkuar je o i marr. Shijoje pra fundin të ndhidhur. Ka përdije furjen e pikëllimit dhe shërbesi mësim për të gjithë ata që din të marrin mësim. O faraon, ne erdhëm mira vite pas teje, dhe njohëm Allahun, Zotin e botëve, hynin e të parëve dhe të fundmëve, ndërsa ti mbete një zero në këtë univers, një krijese pa denjë në këtë univers. Kur e lexojmë historinë tënde, vetëm lefi na shton për ty. Allahut i kërkojmë të na imunizojë nga ti dhe e cejaku yt. I kërkojmë mbrojtje Allahut të mos kemi një fund si fundi yt dhe një përfundim si përfundimi yt. Mjeran, vërtet mjeran, është ai që imiton faraonin, që pason e cejakun e tij dhe ja dëbiron veprimet e tij.